pikpyetjesh për çfarë po bëhet me vendin dhe shpesh herë si ndjenjë pasigurie për pjesën e tyre në një ekonomi që rritet shpejt, por bashkë me koston e jetesës tyre. Me fjalë tjera, shok dhe shoqe, nuk mjafton më ta qeverisim të tashmen me investime, arritje, integrime, duke treguar çfarë bëm deri këtu, po duhet qeverisim në harmoni me përvojën e përditshme të qytetarit sot. Sepse zemrat dhe mendjet e shqiptarëve nuk janë më aty ku ishin deri dje. Te çfarë ndryshon në territor. Dhe nuk kanë fare më lidhje me statistikat ekonomike, sado pozitive qofshin. Ato janë ankoruar mu të pritshmëritë e tyre. Prandaj dhe bulevardi i Flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë, që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze 3. Të cilën në radh parë dhe me do e mos duhet ta kuptojmë ne të parët në të gjithë përmasat e saj. Unë vetë, në pasqyrën e bulevardit Flamingove, pash mbylljen e një epoke dhe fillimin e një tjetër. Epoka e mbyllur është epoka e mungesave, kur një rrugë e re ishte fitore kolektive, një shkollë e re ishte feste e përbashkët, një lulishte e re pritej me duar trokitje dhe ndezja e dritave në lagje përcillej me bekime. Në epokën e mungesave, shoqëritë vuajnë përgjatë rrugëve pa rrugë të rënimit dhe të poshtrimit dhe i gëzohen çdo ndryshimi si fëmia një dhurate. Toleranca e tyre ndaj atyre gjërave që mungojnë është shumë e madhe. Deviza e saj epoke është ka edhe më keq. Epoka e hapur është epoka e pritshmërive, ku rruga e re është standard, jo fitore. Shkolla e re është borxh që kthehet me vonesë, jo arsye për të festuar. Çdo shërbim i mirë merret i mirëqenë dhe asnjë mungesë shërbimi nuk durohet më dot si deri në mbylljen e epokës më parshme. Shoqëria as nuk e çon më në përmend nëse ka dhe më keq. Toleranca e saj ndaj çka nuk shkon vjen duke u zeruar, sepse deviza e kësaj epoke është ka edhe më mirë. Alexis de Tocqueville, një ndër studiuesit më të mprehtë të demokracisë dhe ndryshimit shoqëror, na ka lënë një paralajmërim me shkrim. Tamam për këtë fazë ku kemi hyrë. Çasti më i rrezikshëm për një qeveri vjen pikërisht kur ajo ka nisur të ndryshojë gjërat. Dhe shembujt e ndryshimit që ne kemi sjellë në këtë vend janë të panumërt në çdo drejtim. Ndërkohë që rreziku për të cilin ai shkruan është tani më fare i lexueshëm. Për 100 e kusur vjet në Shqipëri nuk ishte hetuar, dhe aq më pak pastaj gjykuar në mënyrë të pavarur, një i vetëm zyrtar i lartë. 100 e ca vjet, asnjë. Ndërsa korrupsioni ishte pranuar nga të gjithë, si t'ishte fataliteti një fatkeqësie kronike natyrore. Më kujtohet se kur njerëzit e mbështesnin
edhe me dorën e djathtë, edhe me dorën e majtë, reformën drejtësi, duke kërkuar vettingun si besimtarët që kërkojnë shpëtimtarin, prap se prap, pyetjes, nëse e besonin se ata do të shihnin një ditë zyrtar të lartë përpara drejtësisë, i përgjigjeshin masivisht jo. Reforma jonë drejtësi e ngriti luftën kundër korrupsionit në nivele që deri dje as nuk imagjinoheshin. Monumenti i pandëshkueshmërisë ra, siç deri dje as mund të imagjinohej. Por ky fakt s'mjafton fare që njerëzit t'i gëzohen sa arritje historike. Përkundrazi, ky fakt del dhe të pronë që ata t'jenë të pakënaqur, pse nuk bëhet më shumë. Për 30 vjet, shqiptarët ndënjen në radha kilometrike për të marrë shërbimet më elementare. Duke pritur shi, duke pritur diell, një dokument të rëndom, certifikat lindje, duke u shtyrë për të paguar dritat që me zivinin, apo duke ardhur nga jashtë për të kaluar gjysmën e pushimeve në për sportele, që ngjanin si ato dyert e urbanit kur futet gjithë dynjaja, në kohën kur akoma ishin turnet e kombinatit tekstileve. Por e kishim pranuar atë realitet. Sigur të ishte një trashëgimi e patundshme. Sot, 95% e shërbime publike në Shqipëri merren nga celulari, falas, dhe merren nga çdo pikë e botës. Por ky fakt nuk mjafton fare që njerëzit t'i tolerojnë më lehtë shërbimet që ende çalojnë. Përkundrazi, del dhe të pronë që toleranca e tyre të jetë thuajse zero. Nuk e di a e dëgjuat kur tregova një ditë rastin e të ëmës një shokut tim, gjyshet 8 vjetë ca vjeçare. Edhe ajo doli në protestë. Jo për zvërnecin, jo për ligjin e zonave të mbrojtura, as për biodiversitetin. Doli nga që sa herë i duhej të vizitohej në poliklinik për një smundje kronike, ngrihej pas bardhur dita, bashkë me të moshuar tjerë, për të zënë radhën, sepse mjeku në atë poliklinik shkonte vonë dhe rrinte 2-3 orë. Ne mund t'i tregojmë tani asaj gjyshe, sa spitale kemi ndërtuar, sa pajisje kemi blerë, si ka ndryshuar si nata me ditën sistemi ynë shëndetësor, krahasimisht me kohën kur morëm detyrën. Të gjitha këto. Dhe gjithçka mund t'i numërojmë asaj për punët e panumërta që ne kemi bërë për shëndetësinë, janë fakte. Si drita e diellit. Por fakti i saj është përvoja. E asaj radhës në poliklinik, kur dielli s'ka dalë akoma. Dhe kur faktet tona përplasen me përvojën e gjyshes, ne nuk mund t'i kërkojmë asaj të ndryshojë përvojën. Duhet ndryshojmë ne, që zëri i saj të dëgjohet, halli i saj të qahet, përvoja e saj të ndryshojë dhe ajo ta shohë që shteti nuk nis dhe nuk mbaron tek tarbjati i mbrapsht i një mjeku. Përndryshe, të gjitha ndryshimet që kemi bërë për shëndetësinë do mbeten aty. Fakt. I pamoshëm. Po ne nuk do jemi më këtu. Nëse vazhdojmë të besojmë
se mjaftojnë investimet dhe faktet e përparimit që njerëzit vazhdojnë ta investojnë besimin e tyre tek ne. Pa ndryshuar diçka domethënëse në cilësinë e përvojës së tyre me shtetin. Përsëri këtu na vjen në ndihmë Tocqueville. Abuzimet që zhduken e bëjnë më të padurueshme peshën e abuzimeve që mbeten. Kur fryma e përparimit bëhet e qëndrueshme dhe zhvillimi i pandalshëm, pritshmëritë e qytetarëve nuk ulen, po rriten. Dhe rriten më shpejt se shpejtësia e ndryshimit. Asnjë sukses nuk e ul kërkesën, vetëm e rrit. Me këtë sy, duhet parë dhe videoja që u shfaqa në hyrje të kësaj fjale. Kur ne morëm detyrën, pyet priteshin, si t'ishin në agresionin e një ushtrie alienësh, në formë sharrash elektrike, dhe kafshët vriteshin për epshet shtazarake të gjahtarëve të huaj dhe shqiptar. 50.000 vrasës që hynin me çifte, pyll më pyll, e lagun më lagun, sikur Shqipëria ishte një rezervat jashtë hartës qytetërimit. Ndërsa për pirgjet me kufoma, shpendësh lagunave që pastaj shiteshin në për restorante, shkruan të ndonjë revistë ndërkombëtare natyrës, po maazallah se ngrihen ndonjë zë që të dëgjoj për te ndonjë kronike televizive para lajmeve për motin. Në një vend ku shoqëria vuante mungesat e veta të mëdha dhe ku vritej statistikisht një njeri në 3 ditë, nuk kishte se si të kishte ndonjë pritshmëri optimiste për jetën e kafshëve. Në një dekadë ne kemi bërë për florën dhe faunën e Shqipërisë një përmbysje historike të vizionit, të qasjes, të administrimit, me rezultate të pamohueshme. Bëm ligjin e parë të integruar me standardet e Bashkimit Evropian për zonat e mbrojtura, dhe në këtë dekadë zgjeruam në mënyrë të ndjeshme si asnjë vend tjetër në rajon, sipërfaqen e tyre, shtuam kategoritë e mbrojtjes dhe e kthyem mbrojtjen e natyrës nga një thirrje sporadike në një sistem administrimi. Një parantezë këtu, ndryshimet e vitit 2024. Le ta mbaj shënim kush e dëgjon. Në atë ligj u përdorën pa pushim, dhe vazhdojnë, si benzinë, për zjarrin e protestës nga individ me agjendat e tyre politike, përfshirë dhe disa eurodeputet, që në rastin më të mirë nuk e kanë lexuar fare çfarë kemi ndryshuar, ndërsa në rastin më të keq kanë dashur ta besojnë rolin e viktimave të imperializmit amerikan. Por e vërteta është se ato ndryshime janë bërë në përputhje me direktivën europiane. Dhe fatmirësisht, nuk është këtu fjala ime kundër fjalës së atyre që mendojnë ndryshe, po ka një proces në zbatim të kalendarit negociatave, ku do skanohen 1 për 1 me Komisionin Evropian për ta përputhur krejt atë ligj 100% me direktivën e BE-s edhe ato ndryshime. Kështu që ky konflikt i stisur do zgjidhet për bukuri në rrugën e negociatave, ku nuk kalon asgjë pa miratimin e Komisionit. Tani, le të ngrej dorë një vetëm këtu, në këtë sallë, jashtë mureve të kësaj salle, kudo në Shqipëri, apo jashtë kufive të Shqipërisë, dhe të thotë, po unë e kisha imagjinuar
Në kohën e koreve shurdhuse të sharrave elektrike dhe atyre shkulmuse të çifteve shfarose, se do vinte një ditë kur ponët njëtin bulevard, ku në atë kohë sharrash dhe çiftesh protestuesit vriteshin si shpendët e lagunave me plumba nga dritarët e kryeministrisë, do vërshonte një protestë masive qytetare për fatin e biodiversitetit të një lagune të vendit. Por ja që nëse do ta shtrëngonin me zor dikë që t'i theshim po mirë më dakord, parafituroje kur mund vijë ajo ditë, nuk ka shans që të thoshte se ajo ditë do të vinte kaq shpejt. Dhe Shqipëria ku deri dje natyra dhe popullsia e speceve të saj ishte preja e pambrojtur e njeriu të lëshuar nga çdo zinxhir etik, moral dhe ligjor në raport me nënën natyrë, u bë vendi i një proteste popullore që mori si shkak një zog dhe një lagun. Jo vetëm kaq, por për ta mbrojtur zogun dhe lagunën nga unë dhe nga ju, që biodiversitetit i kemi kthyer për kushtimin e ekzekutivit dhe të legjislativit me rezultate as pak modeste. Mos mirënjohje, asnjë mënyrë jo. Edhe këtu, Chelsea, na jep ai që e kuptoj shumë herët dhe shumë më qartë se shumë tjerë, Tocqueville prap. Pakënaqësia nuk rritet thjesht në një realitet ku njerëzit e kanë humbur shpresën, por rritet mbi të gjitha aty ku shpresa është rritur më shpejt se realiteti. Sepse kur një shoqëri bindet nga vetë fakti se ndryshimi po ndodh, duke e prekur me sy që ndryshimi është i mundur, çdo gjë që ende nuk ka ndryshuar i duket e padurueshme. Bulevardi i Flamingove është prova më shëmbullore se shqiptarët nuk e krahasojnë më Shqipërinë me vendin e mungesave nga ku ne të gjithë bashku u nisëm me bekimin e tyre, po me vendin e mundësive ku ata mezi presin të mbrin. Prandaj, nuk na vlerësojnë më, vetëm për çfarë kemi ndryshuar. Madje, sikur duan ta harrojnë edhe atë që e mbajnë mend akoma, sepse janë të përqendruar të na gjykojnë gjithnjë dhe me më pak mëshirë për gjithçka që pikërisht sepse pan sa shumë mund ndryshoj, nuk pranojnë dot të mbetet siç ishte. Prandaj, shok dhe shoqe, udhkryqi për të cilin kam folur edhe më parë, po as jam kuptuar si duhet, as kam qenë në gjendje ta perceptoj sa duhet përpara se ta shikoja veten te pasqyra e bulevardit të Flamingove, është ky. Ne e nxorëm Shqipërinë nga epoka e mungesave. Ne dhe askush tjetër. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithçka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithçka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë papritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa ne. Dhe ka drejt. Pik, ka drejt. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte, që na e tregoi
bulevardi i Flamingove do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje, sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezikje. Nëse nuk e kupton se kjo e drejtë është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste, apo u quajtsh edhe Edi Rama po deshe. 3 mandate me radhë, ne folëm me gjuhën e fakteve, sa rrugë, sa shkolla, sa spitale, sa investime, sa turistë, sa rritje ekonomike, faktet janë dhe do të mbeten aty, kokëforësisht dëshmitare për ne që e transformuam këtë vend deri këtu, nga një realitet që bënte lajm vetëm për keq, me një shtet në gjunjë që s'kishte as drita, se gjysma paguante edhe për gjysmën tjetër, dhe me një emër të përbuzur, të shpërfillur ndërkombëtarisht, në një destinacion të dëshiruar, me një flamur ndërkombëtarisht të respektuar. Por kjo është histori. Ne jemi aktualitet. Kjo është histori. Në pasqyrën e bulevardit të Flamingove, unë pash një të vërtet tronditse, që asnjë statistik nuk e tregon, po që asnjë provë nuk e rrëzon. Ne lart kishim faktet. Njerëzit poshtë kishin përjetimin. Fakti ynë ishte se investimi i Zvërnecit është tokë private. Përjetimi i tyre ishte se toka e shtetit po i shitet huajve. Fakti ynë ishte se projekti është ende sot që flasim në duart e një skuadre arkitektësh, inxhinierësh, mjedisor, gjeolog dhe hidrolog ndër më të mirët në botë. Përjetimi i tyre ishte se ndërtimi kishte nisur dhe projekti duhej anulluar. Faktet tona thoshin se ne kishim me vete të vërtetën, por përjetimi i tyre ishte se e vërteta ishte e gjitha në anën e tyre. Pa diskutim, në atë protest pati ndërhyrje të huaj, brutale madje, manipulime të panumërta, lajme të rreme, video të deformuara dhe plot aktor të vënë me qëllime nga më të ndryshmet në funksion të shumë fishimit zemërimit. Edhe këto janë fakte dhe ishin pjesë e rëndësishme e protestës. Ekspozimi dhe analiza e tyre janë domosdoshme për ta kuptuar atë protestë në çdo dimension. Po asnjë prej këtyre dhe as gjitha bashk nuk ishin zemra e atij manifestimi spektakolar që e ktheu bulevardin në hendek. Në hendekun më të dukshëm të mundshëm mes fakteve tona dhe përjetimit të njerëzve. Përgjigja për themelin e atij hendeku nuk duhet kërkuar tek ato pjesët e bashkëngjitura të protestës, po duhet gjetur tek pritshmëritë e rritura të njerëzve dhe konflikti i tyre me përvojën e përditshme. Duam ne, njerëzit presin çdo ditë dhe më shumë, dhe bëhen gjithnjë dhe më pak tolerant. Sidomos pastaj ndaj përvojave të tyre të hidhura me administratën, që si mira e mira pika të mbledhura lart e poshtë, e derdhën kupën e durimit të tyre në bulevard. Ai hendek nuk u hap për të qëndruar ashtu, po për të mbyllur. Dhe mbyllja e tij nuk bëhet dot